për konstituim të kuvendit, ka deklarime të ndryshme. A vazhdon LDK-ja të ketë qëndrimin e njëjtë? LDK-ja ka qëndrimin e njëjtë, ka dhënë një sugjerim se si do të mund të dilnim prej këtij ngërçi politik. Kjo është një shpërfaqe vërtet e një partie që ka dalë para në zgjedhje, por nuk po arrin ta formojë shumicën. Është vërtet e pakuptueshme që një parti nuk po mundet me formu shumicën, por kjo jep shpjegim që kjo parti përgjatë 4 viteve të kaluara ka dhënë shembull të keq bashkëpunimi, nuk ka lënë hapësirë për partneritet dhe kjo duhet të shërbejë si mësim për gjithë partitë politike, por posaçërisht për vetëvendosjen. Diskursi që është përdorur ka qenë jo i natyrshëm, jo normal për një parti politike, andaj duhet të merr mësim një herë për gjithmonë. A do t'i përgjigjeni ftesës së mundshme nga ana e presidentes? Ne kemi treguar që jemi për dialog dhe i përgjigjemi të gjitha ftesave institucionale për t'i ndihmuar zhbllokimin e situatës. A ka Lidja Demokratike në propozim për kandidatë për partitë? Lidja Demokratike ka pasur një propozim të qartë për një qeveri nacionale të tranzicionit, e cila do t'i mundsonte Kosovës që të kalonte këtë fazë deri në zgjedhjet e ardhshme me një qeveri që do të kishte një mision të qartë, objektiva të qarta, veprime, program, njerëz unifikues që do ta shpinin Kosovën deri tek zgjedhjet pas zgjedhjes së presidentit. Ky është sugjerimi jonë një herë për një herë, andaj na leni të ta shohim apo si refuzim përgjigjen e Partisë Demokratike të Kosovës që në vend të takimit sa që presidenti është ajo që duhet i ftoj partitë politike për të dakorduar për çfarëdo që ka nevojë, duke qenë se tha që në fakt në rreshta u kuptua që nuk ka qenë çështje e Lidhjes Demokratike të Kosovës që të mbledh gjitha partitë. Të gjitha partitë politike Të gjitha partitë politike kanë mision në këtë moment të ndërmarrin iniciativa që i shërbejnë një dialogu politik. Dhe këtë e bën çdo shtet demokratik dhe andaj ne si parti politike jemi në ballë të përgjegjësisë dhe me shumë përgjegjësi kemi marrë këtë iniciativë. Faleminderit.